krijosh një ekip futbolli është sfidë. Të krijosh një ekip kombëtar futbolli është sfidë më e madhe, po të krijosh një ekip kombëtar të personave me aftësi të kufizuara intelektuale është akoma më e madhe si sfidë. Kështu që këtë sfidë në Houston të Shtetit të Bashkuar ne përballon me sukses. Arritëm të krijojmë një ekip kombëtar dinjitos, i cili përfaqësoi Shqipërinë në këtë aktivitet shumë të madh, siç është pjesëmarrja e 53 ekipe nga të gjithë shtetet e botës, ku luajtën rreth 278 ndeshje gjithsej. Për ekipin tonë ne zhvilluam 9 ndeshje, 2 ishin objektivat tonë kryesor, suksesi për sa i përket udhëtimit dhe gjithë qëndrimit pas një lloj problematike, dhe e dyta, ajo që do na bënte shumë të lumtur ishte argëtimi i këtyre lojtarëve tanë në këtë eveniment, dhe të dy arritëm me sukses. Kam parë njerëz që lojtarë të cilët dashurojnë futbollin pavarësisht problematika që kanë, lojtarë që luajnë me zemër, lojtarë që japin gjithçka, dhe falenderoj Federatën Shqiptare të Futbollit, presidentin, falenderoj të gjithë lojtarët, falenderoj të gjithë stafin e Federatës Shqiptare të Futbollit, që ndihmuan, mbështeten pafundësisht që ky ekip të realizonte ëndrrën e tij. Ishte një eksperiencë vërtet fantastike për disa arsye, mbi të gjitha për faktin që patëm mundësinë të përfaqësonim Shqipërinë në një aktivitet ndërkombëtar të këtyre përmasave, sepse në të vërtetë kishte përmasa gjigante, dhe mbi të gjitha me një ekip që përfaqëson barazinë, përfshirjen dhe fuqinë që futbolli ka për të bashkuar njerëzit. Ishte një javë vërtet shumë e bukur, shumë intensive, si nga ana futbollistike, por edhe nga ana aktiviteteve. Organizatorët na ndihmuan që të përjetonim në total eksperiencën amerikane dhe specifikisht atë teksane. Feedbacku që morëm nga lojtarët në fund fare ishte ajo që na dha kënaqësinë më të madhe. Na shtyn që ne si Federatë Shqiptare e Futbollit të japim gjithmonë maksimumin ton në mbështetje të këtyre grupimeve të personave me nevoja speciale.